Ejlyl, ku je? Nana ka dalë të më kërkoj. Fshiu. Ku je ti? Ha? Del të shkosh deri në market, po pastaj nuk je gjukundi? Çfarë po ngatron ti? Në çfarë po ngatrojo? Ashtu koha ishte shumë e mirë dhe unë dola për shëtitje në fshat. Pastaj thash të vjen në vendin ku njoh ti dhe babai. Unë nuk e kuptova se si më kaloi koha, më fal. Çfarë i ndodhi lëkundses? Ashtu doja të lëkundesha pak, po ishte e vjetër dhe u thye. Nuk të ndodhi gjë ty apo jo, vajza ime, ha? Jo, nën, mirë jam, s'kam gjë. Ejlyl, vetëm ishe këtu. Mu duk sikur dëgjova një zhurmë. Jo, unë nuk pash asnjëri. Nën, hajde ja të shkojmë. Shiko, ka shumë gjarprin dhe akrepa këndej rotull. Mos hajde vetëm këtu. Ai mua nuk më shkoj mendja valla Koraj. Hajde vajza ime, shkojmë. Hajde Koraj, nëna jote do të shqetësohet. Mirë, këto gjëra që blem do t'i mjaftojmë për ca kohë tezes. Teze Nuran e pas ke mbushur mirë. Birë nuk është as pak e lehtë, ajo jeton vetëm. Hajde, mi jep mua torbat? Hajde shko në shtëpi tani ti, nëna jote do shqetësohet. Jo, nuk shqetësohet. Ose nëse do të shqetësoj, do të më telefononte. Në rregull, mërdjale rregullojmë tani. Ejlyl, hajde vajza ime, hajde. Hajde të fala bëj nënës nga unë. Sikur të kisha ndihmuar deri mbrenda? Ejlyl? Ejlyl? Vajzë, përse po qesh kështu? Më shiko mua. Mos u çmend nga trishtimi dhe mos më bëj të vdes para kohë mua. Jo, nën, çfarë shmendurie? Ashtu, ajri pastër më bëri mirë? Jam shumë mirë, mos më rakos. Mirë, hajde shkojmë. Ejlyl, vajza ime, sill fshesën që t'i largojmë këta. T'i largojmë. Aman, teze, përse po e bën këtë është turp? Këto janë komshin ta që moti e dinti. Teto Nazife! Si që ke bërë ti kështu më thuaj mua? Është pleqëri e gjorat. Ai Nuran e dashur, erdhëm të marrim me Ejlylin e të dy. Vajza dhe nuset në lagjën e sipër më janë mbledhur për të bërë salcë domatesh. Ejlyli mund të takohet edhe të shoqërohet me bashkëpunëtarët e saj, apo do ta sjell Koraj më vonë atë këtu. Shko, moj bi, do të bënte mirë ty. Jo pra, s'marr vesh fare nga salca e domates. Nuk do t'u ale vajzën time të vi me ju. Shkoni gjeni një vajzë tjetër. Mirë atëherë, po vi unë të bëj salcë domatesh. Tezja ime nuk do ta lërë Ejlylin tani. Ejlyl, mbaje në vëzhgim tezën ti. Atëherë, Nuran e dashur, lere Korajnë të qëndroj me to. Në rast se kanë nevoj për ndonjë gjë, e din... Jo, nuk kemi nevoj për asgjë. Ne do të rrim me tezen. Shkoni ju. Në rregull, atëherë shpirt, po shkoj të ndërrojmë dhe do vi unë. Shiko tezen. Miru pafshim, zemër. Ka njeri aty? Jo, birim, hajde tani.
Teza? Pi pak. Zoti të bekoft, vajza ime e dashur. A nuk ka ikur ende këta? Ndoshta nana ka haruar diçka. Unë do të pushoj pak, po më dhem shumë koka. Eja. Që kemi? Ti çfarë po bën këtu? E pash familjen tënde duke larguar. A nuk po shkojë në qytet? Doja të kthesh, por u anuluan autobuset. Eylül, kush erdhi? Nuk ka njeri, teze. Fëmijët i kanë rënë. A nuk ishe vetëm? Tezja ime. Shpejt, shpejteja. Për besë që nga fantastike, me të vërtet lumshin duart. Ka kohë që nuk kam ngrënë kështu. Në rregull, e kuptuam, është e shishme. Hajde ha para se të vi tezja ime. A duhet iki me njerë? Po mendoj të dilni pak që tisnim sot, por ashtu... Nuk mund ta lë tezën tim edhe tal. Eylül, vajza ime, ku Tezja ime po jeti? vjen. Teze? Çfarë ndodhi? Më është tharë fyti pak shpirt, më jep të pi pakës ujë. Mirë, shko ti në dhomën tënde, unë do ta sjell. O mërzita, unë të shkoj në dhomën e ndenjës. Teze, pse nuk ulesh pak në dhomën tënde? Në emër të Zotit. O, Zoti madh, gjunjët. Ti po ha i buk shpirt? Ullu dhe ha. Unë do të bëj shoqëri ty. Jo, teze, nuk ka nevoj. Do ha vetëm, shiko gjithsesi je e sëmur ti. Shko pusho, pas të ilaçet të trullosin, duhet pushosh. Zot na ruaj, shko në shtrat. Shko, shtriu ti, shko. Hajde, teze. Hajde. A iku? Shpëtua mirë. Eylül, çfarë po ndodh? Kush je ti?